Mirëmbrëma të gjithëve. Është kënaqësi që ta përmbyllim 2024-shin me një prej, të thoja, ekspozitave më të rëndësishme të Europës, pse jo dhe të botës për fushën e fotografisë, me një prej autorëve më të njoftën në arenën ndërkombëtare, siç është Gregory Crewdson. Për këtë ekspozit, puna ka fillu këtu thuajse 2 vite përpara. Dhe kjo ekspozit po bëhet më në fund realitet falë një mbështetje të veçantë nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, po kështu nga një bashkëpunim i Muzeut Marubi me Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo Group, dhe falë këtij partneriteti dhe falë këtij bashkëpunimi edhe me studion e autorit Gregory Crewdson dhe falë një punët të kuratorit Jean-Charles Vernier, ne sonte e hapim këtë ekspozitë. Në fakt kam si për herë në hapjet e ekspozitave, ku një falënderim i drejtohet stafit për punën përkryme që ka realizuar, do veçoja ndoshta sonte disi tean, e cila është marrë në mënyrë intensive me komunikimin dhe me koordinimin e ekspozitës, edhe Andin, i cili është financier i Muzeut Marubi, përgjithësi, i cili ka bërë një punë të përkryme në realizimin edhe si duhet në bamin në realitet, sepse këto ekspozita të këtyre përmasa kërkojnë kohë, kërkojnë volum punët, dhe po kështu me orë të tana, së bashkut me Kolën, me Noelin, me Legen, kemi shpenzuar me Gjergjen, kemi shpenzuar në instalimin e ekspozitës, e cila ndryshe për herëve tjera ka qenë shumë delikate. Po një falënderim shkon patjetër për punonjësit e tjerë, të cilët janë ato të cilët e marrin aktive këtë ekspozitë deri në fundin kur ajo do mbyllet në muajin mars. Pse kjo ekspozitë? Në 2023 Gregory Crewdson ishte pikërisht Evening Side, kjo ekspozitë që ju e shikoni, ishte ekspozuar në Luma Foundation, si pjesë e festivalit fotografisë, një për më të famshëm në vend botë të Rencontre d'Arles. Dhe me të thënë drejtën, atë vit kur e kam pa këtë ekspozitë, gjithë një mendja më shkoi tek muzeu, nëse ne do ishim në gjendje ta sillim, ne ta kishim këtë ekspozitë. Deri diku na është duke e pabesueshme, pranimi nga vetë autori, pranimi nga Galleria d'Italia, pranimi nga kuratori, dhe sot ne e bëjmë realitet. Kjo ekspozitë është një kur kilometrik i rëndësishëm, do thoja, në artin e pamor shqiptar, aq më tepër në fotografi. Mas kësaj ekspozitet për Marubin fillon një etapë krejtësisht tjetër. Një rritje shumë më e madhe profesionale, një rritje shumë më e madhe në hapësina dhe në dimensionin e këtij muzeu. Viti që vjen për këtë muze do të jetë shumë i rëndësishëm. Do kemi lajme dhe surpriza shumë të mira për vendin. Në mënyrë të veçantë edhe për qytetin e Shkodrës, ku koleksioni i 5 milionit imazheve ndodhet për 160 vitesh, dhe ndoshta në muajt e parë të vitit që vjen, Shkodra do ketë një pjesë saj edhe në UNESCO. Kështu që të tjerat do ja lajmë vitit, por për sa i përket programit të ekspozitave për vitin që vjen, ne do kemi një komunikim publik në janarin të vitit që vjen për t'i komuniku të gjitha ato ekspozita, të gjitha ato programe edhe programe të tjera bashkëpunuese edhe me institucione shkencore. Nuk du të zgjatëm shumë, por përmbyllim kështu një vit do thoja me suksesshëm, kjo edhe në raport me vizitueshmërinë e muzeut. Dhe jo vetëm me
Pra kjo vizitueshmëri sigurisht që shkon në raport me aspektin profesional. Kujtojmë këtu që kemi hapë një ekspozitë të dy autorëve italianë të shekullit XIX në bashkëpunim me Firenze, me Archivio Alinari, pastaj në një bashkëpunim me Qendrën e Studimeve me Institutin e Antropologjisë për Hidromenën dhe vëllezërit Kodheli, dhe vim sonte në Gregory Caruso. Faleminderit që ishit sonte në këtë natë dhjetorit edhe me shi, por e di që ju s'na lani asnjëherë vetëm edhe është që një kënaqësi për me ju pas. Faleminderit gjithëve dhe shpresoj që ekspozita t'ju pëlqej. Faleminderit.